Andalen më ka dërguar në një mision special. Jam këtu në godinën e RTS-s për të ndjekur nga afër punën intensive që ka nisur për festivalin e fundvitit. Dhe do të jem me drejtoreshën artistike të festivalit, Elhajda Danin. Hajdeni me mua në një ditë puna. E diti kur jam e stresuar, bëj vetëm vokalica. Elhajda, si e? Unë jam shumë mirë, faleminderit. Festivali është duke afruar edhe puna intensive ka nisur. Si është një ditë e jotja, si e menaxhon ti kohën? Atëherë, mundohem të flej sa më herët, që të nesërmen ta filloj po ashtu sa më herët dhe të kem energji mjaftueshëm në trup që të përballoj 1000 tasks që kjo punë ka. Cilat janë risitë që do të sjellë festivali këtë vit? Risia më e madhe le të themi është digitalizimi i festivalit. Më në fund kemi punuar një aplikacion digital i cili do të shpallet, do të jetë aktiv për të gjithë dëgjuesit, shikuesit e festivalit, ndjekësit e festivalit. Po moderatorët e festivalit këtë vit, cilët do të jenë? Nuk duhet t'i zbuloj akoma moderatorët e festivalit. Jam shumë e lumtur me punën që Keli dhe Ornella bën vitin e kaluar, ishin shumë elegant, shumë të bukur, shumë simpatik në sken, shumë inteligjent të dy. Nuk e di a të shndrojmë në të njëjtat ujëra apo të ndryshojmë. Unë jam fanatike e të mbajturit të njëjtën skuadër që fiton, sepse thonë skuadra që fiton nuk ndërrohet. Por le të shohim nëse stafi im do vi me propozime të reja, jam e hapur të dëgjoj emra të rinj dhe nëse më mbushet mendja edhe pse jo të ndryshoj. Si do ta vlerësoje cilësinë e materialeve muzikore që kanë ardhur këtë vit? A ka konkurrencë të fortë mes këtyre materialeve muzikore? Këtë vit ka qenë në një rekord faktikisht, sepse në festival ndoshta nuk kanë ardhur kurrë mbi 115 këngë që konkurrojnë për të qenë pjesëmarrëse në festival. Kështu që edhe puna e komisionit zgjedhës për këngët që u futën pastaj dhe ishin fituese dhe pjesëmarrëse në festival u bë akoma më e madhe, por le të themi që jemi munduar të sillim një larmishmëri sa më të madhe zhanresh. Ti e ke nuhatur këngën fituese? Kam frikë se po. E ke nuhatur, Kam frikë se po. Ndodh gjithmonë që kur mbledhesh me jurinë ose me komisione ose me stafin dhe i dëgjon gjitha këngët, i dëgjon të gjitha në mënyrë shumë të ftohtë që të mos ndikohesh nga asnjë arsye nëse e një ose jo, por në fund të mbledhjes ke kuptuar që njëra ose dy këngë kanë spikatur dhe pastaj aty t'ia lën dorë publikut dhe thua hajde shohim tani mes kujt do të jetë gara. Një deklaratë e jotja ka bërë bujë në të gjitha mediat dhe rrjetet sociale. Ti ke thënë në një intervistë së fundmi që pas fitores së Shkodrës Elektronike je mbyllur 1 orë në zyrë për shkak sepse mendoje që fituesja e atij edicioni do të ishte Elvana Gjata. Ishte kjo deklaratë e kish kuptuar dhe a mendon që fitoria e Shkodrës Elektronike nuk ishte plotësisht e merituar? Atëherë, unë nuk do doja shumë të zgjatesha më tek kjo deklarata sepse e shoh që në intervista shumë të gjata njerëzit marrin vetëm atë që duan të marrin vetë dhe ta përkthejnë siç duan vetë. Unë me shumë dashamirësi thash dhe vlerësova karrierën e gjatë të një artiste shumë të mirë shqiptare që ne kemi. Dhe në të njëjtën kohë thash atë që shumë shqiptar kanë menduar, janë habitur kur Shkodra Elektronike ka fituar dhe është gënjeshër nëse themi nuk janë habitur. Janë habitur, sepse Shkodra Elektronike erdhi nga hiçi dhe mori atë çmim me shumë merit dhe meriton patjetër që po, sepse e pan pastaj edhe në Eurovision si u trajtuan, sa u deshën dhe sa mirë u pritën nga e gjithë EBU-ja apo edhe publiku mbar gjithë globit. Kështu që deklarata ime ishte me vërtet shumë dashamirëse. Ajo 1 orë që jemi mbyllur në zyrë mund të ketë qenë edhe më gjatë, por mbi të gjitha për faktin që më në fund mbaroj. Më në fund mund të marr frymë, më në fund nuk duhet të zgjohem në 7 mëngjesit dhe të vi në zyrë dhe të merrem me gjitha detajet e një festivali që i kërkon. Por patjetër nuk dua të tërheq mbrapsht asnjë deklaratë time të thënë, por kjo nuk heq as pak vlerat e Shkodrës Elektronike që unë i dua shumë dhe mendoj që kanë sjellur një risi të mrekullueshme në artin shqiptar. Vitin e kaluar, kënga Zjerm u konsiderua si një pretendente për të fituar Eurovisionin. Kjo u tregua qartë edhe në sondazhet, por edhe nga votat e publikut.
por në fakt u penalizuan nga votat e jurive kombëtare. Pse është gjithmonë ky hendeku kaq i madh midis votave të publikut dhe votave të jurive kombëtare? Është e vërtet. Është diçka që na erdhi shumë keq faktikisht duke e parë live, sepse menduam që diçka e tillë politike, nëse mund ta quajmë, e kemi lënë pas. Tani mendojmë që muzika nuk ka nevojë më për çaste politike, muzika nuk ka nevojë më për kufinj, u këndua edhe në shqip edhe u mirëprit tej mase. Kështu që është një ndër qëllimet tona, time edhe të drejtoreshës të RTS-s, drejtoresha Eni Vasili, të punojmë që Shqipëria të shihet vetëm nga ana artistike dhe jo nga ana gjeografike tashmë, dhe të vlerësohet për atë që sjell në skenë. Sipas mendimit tënd, cila këngë do të sillte fitoren e Eurovisionit nga Shqipëria? Mendon që duhet të jetë një balad apo do të jetë një këngë ritmike? Varet shumë edhe nga momenti historik që po jetohet në momente të caktuara. Shqipëria ka qenë gjithmonë shumë e famshme për zërat e fuqishëm që sjell në skenë dhe këtë gjë nuk na e mohon asnjëri. Kemi talente të mrekullueshme, por nuk duhet harruar asnjëherë që gjëja që na bën akoma më origjinal është ai miksi mes folkut edhe modernitetit. Mi fjalë, siç është edhe tema e festivalit këtë vit, Neo Albanian Future, ashtu duhet jetë edhe kënga Besoj që mund të na sjellë më tepër fat në Eurovision, që të krijojmë të ardhmen, por duke u bazuar thellë në themelet tona shqiptare. Elhajda, shumë faleminderit. Unë po të lë të punosh sepse ke një agjendë shumë të ngjeshur dhe ne bashkë do të shihemi sërish në netët e festivalit. Patjetër, me shumë kënaqësi. Jeni shumë të mirë dhe faleminderit që erdhët.